Hoxha, vetvrasja. Të kthehemi te tema ku jena. Vujtje e madhe, probleme, meno, s'ka zgjidhje, alltijen. Bam. Kjo zgjidhje. Trahatana. O po zgjidhje? S'o po zgjidhje. Domethënë ti e ke ndal vuajtjen për ty. Personi, unë Për moment. Ai që po, gjithsesi. E ka ndal vuajtjen për veten në moment. Ama vuajtjet e tij henes fillojnë. Ato më të mëdha. Kjo është një. E dyta, vuajtjen e tij personale tash e ka bërë vuajtje këtë familjes. 2. E treta ka bërë vuajtje shoqërisë. Se na gjithë çfarë që ndëgjojmë për shembull një rast vetvras, kush do qoftë ai? E njohim se njohim. Neve na dhimbset. Sa na dhimbset ai viktima në këtë rast, as na dhimbset prindërit e tij. Prindrit. Edhe zakonisht ka ndodhur për shembull, ka ndodhur në një rast i vetvrasjes me një familje, prind, domethënë, ka pasojë fatale për to. Janë livanos, janë smu, Sproveron, kanë rënë, dikush edhe ka vdekur nga mërzia. E kështu që e ka bëu, domethënë vuajtjen e ka bëu më të madhe. Normalisht edhe gjithë familja e gjon, edhe gjithë shoqëria ka vujt. Ama më e keqja që është ai këtë vuajtje prej një terreni ku mundet mu të i kalu. Mas paku me ignorim. Mas shumë ti me zgjidhje. Ka kalu me një terren që domethënë s'ka ku një farë zgjidhje për atë që ka bërë, për atë aktin makabër, vetvrasjen, se dënimi i Zotit është i dhëmshëm. Edhe ajo e pret atë njeri. Edhe normalisht na besimtarve u tregojmë këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndalojmë vetvrasjen, ato që ka thënë Muhamedi, kush e merr një hekur dhe me te bën vetvrasjen me thik ose me pushk, pistolet që përmendet si shembull. Shembull, thot ai do të dënohet me atë hekur sa të jetë gjallë në jetën pas vdekjes. Në xhenem. Ose ai që ka pi helm, që ka thonë ma let me helm atë. Ka mu qetësu. Po. Ose ai që disi ka vujt. Po, kam jashtu vujtjen me vetë. Domthon gjatë nëse këtu ka jetu për shembull 5-6 vjet, 70 vjet me vuajtja 1 vjet, 2, 3, 5, se tham na momentet e vuajtjeve në këtë botë janë shumë më pak se momentet e knasive. Atje pafund. Miliona vite. Kush e hudh veten nga një mal, domethënë ngërmadha për ta mbyt veten, ka me vazhdu që ashtu me torturu veten. Ndërtesë, shtesh fugën. Po. Ashtu ka me denu vetveten në xhenem pafund. Edhe andaj kush këto janë porositë e Islamit që e shtin çdo njeri me mendu pse me vë vetvrasje. Domethënë ai që bën vetvrasje shkon në xhenem ose. Dënohet me xhenem gjithsesi. Po atëherë desh ka me bot madhe këto me profesor me xhallar me shkruaj dikon, o djem. Po, duhet me fol. Po xhenemi është fundi i atyre që bëjnë vetvrasje edhe nuk është zgjidhja. Thash na ata veç që ja shkojnë i avështisojnë vetes jetën edhe më tepër.